Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, vazhdojmë ajetin 32 në suratul Kaf. Allahu dhe shanuhu nëpërmjet disa ajeteve që do t'i themi para jush dhe do t'i komentojmë. Tregon për dy njerëz, njëri ka qenë musliman e tjetri jo musliman, se si Allahu dhe shanuhu u ka dhënë një sprov. Thot në Kur'an Allahu fuqiplot wadrib lahum mathalan rajulain. I thot pejgamberit alayhis salam, po ju tregoj për ose shembullin e keni të dy njerëz. Ja'alna li ahadihima jannatayn. Njërit prej këtyre dyve që është pabesimtar, ja kemi dhënë dy kopshte. Min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin. Edhe ata kopshtet atë shumë të mira kanë dhënë, sa që është bo rushi një. Pastaj kopshtet kanë qenë të rrethuara me hurma. Në më thonë duke folë për diçka shumë të madhe dhe shumë të mirë. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Edhe ndërmjet asaj dhe asaj, brenda kopshtit, thot Allahu fuqiplot, ju kemi dhënë edhe bim. Në më thonë bim, pemë të lloj-llojshme, perime të lloj-llojshme, rrush, edhe rreth e përqar kopshtit edhe hurma. Mirë po, kretë këtë e ka poseduar ai I cili ka qenë jo besimtar. Ndërsa ki që ka qenë besimtar, asë gjë nuk ka pas. Fukarallëk të skajshëm. Asë gjë nuk ka posedu. Që në bën me dije, Allahu fuqiplot që edhe tash një jetën tonë të përditshme, kemi një njeri që I ka të gjithat mirat, edhe këtë tjetëri që asë gjanë s'ka. Pastaj vazhdon Allahu në ajetin 33 dhe thot: Kiltel gjennetejni atet. Të dy këta kopshtet jepnin frita. Atet ukuleha. Atë frita jepshin sa që për të habit shumë të mira. Edhe ne, por ju që jeni pak më të vjetën në mosh, do që keni pas tokë, edhe ndë njëherë toka ka dhanë shumë të mira, ndë njëherë është tha. Walem të dhlib minhu shejën, edhe në asë një rast nuk është bo asë një padrejtësi, minhu shejën vë fëtëgjerna, edhe pastaj Allahu Gjeleshanu thot edhe në ato dy kopshtet në idham edhe uj. Në me thonë, uj I rjedhshëm. Edhe ne kuptojmë ta çka do me thonë toka me uj, edhe çka do të thot toka pa uj. Ndoshta më herët, për pak uj, kanë hi edhe në problem dhe në polemik njerëzit. Sot e ka pas rejnë dikush të ujtë tokën e vetë, e ja ka zanë dikush ujnë edhe ka orë në incident të papritur. Pse se ujë se I rëndësishëm është. Ama ne ndoshta ndë njëherë, çështjen e ujit nuk e kuptojmë kur e kemi. 2-3 orë, 5 orë, mos të flasim 24 orë me na ndal uji, atëre shohim sa problem është mos me pas njëri ujë. Mirë po edhe këtë një metë shumë pak e kuptojmë. Jo vetëm këtë një metë, shumë një metë e shumë mirat që Zotin a ka dhënë neve shumë pak I kuptojmë. Pse? Se I kemi. Njeriu kur e kupton mirë një metin dhe të mirën e Zotit, kur e humb, kur se ka.
A ditë që e humb, a ditë ai analizon dhe e kupton se çka do të thotë e mira që Allahu xhaleshanu na ka dhënë neve, ndoshta pa punu asgjë. Khilalahuma nahra, do të thonë në mes të kopshteve, të dy kopshtet rrjedh lumi, rrjedh ujë. Të ndershëm vëllezër, vazhdon Allahu subhanahu wa taala në ajetin 34 dhe thotë: "Wa kana lahu thamaran." Edhe ata dy kopshtet atë shumë fruta kishin, thot nga secili lloj. Gjithë çka që ka nga pembët dhe perimet ai ka pas. As gjan si ka mungu. Ndoshta një herë shkon mendja ndonjë pemë, nuk e ke. Shkon mendja të diçka prej perimeve, nuk ka. Mirë po këti që ishtë pabesimtar, Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi të gjitha të mirat. Thot faqala li sahibihi, edhe ki pabesimtari me këta të mirat që Allahu ja dha, po i thot atij që ishtë besimtar dhe kishtë fukarallëk, skajshëm, wa huwa yuhawirhu, edhe duke i fol ati, duke bisedu ma atë, ene ektheru minke malen wa a'azzu nefera, tha unë kam ma shumë se ti pasuri edhe familjarisht jam më i fortë se ti. Tash po i lavdrohet. Në më thonë, dy kopshte me të gjithat mirat, unë edhe me pasuri jam më i fortë se ti, mirë po jam edhe me familje, me bura, më i fortë se ti. Kjo a ndodhë dhe të ne, ndodhë dhe të ne. Ndodhë dhe të shumë herë ndodhë. Kur ne i mburemi dikujt pëse kemi pasuri, ose pëse kemi familje edhe të fortë jemi, që në asë një ras nuk është të liuar. Nëse Allahu dhe lëshan të ka dhanë familjen dhe të ka dhanë pasurin, nuk do të thotë që nuk ta merë. Në ajetin 35 vazhdon dhe të regon Allahu dhe lëshanu për këtë dodhi dhe për këtë histori që e gjejmë në suratul Kehf, wa dakhala jannatahu. Edhe tash ki skamnori, ki fukaraja, ki besimtari, futet hin të kopshti i këtij jo besimtarit, wa huwa zalimun li nafsihi, mirë po e shef që ki ka të mirat, Allahu dhe lëshan e ka dhënë të mirat, mirë po e shef dhe e kupton se ki që ka pasuri dhe ka familje të madhe është i padrejt dhe vetë vetës. Pse? Se ka bo kufër, e ka mohu Zotin, se u kam bështet në fuqinë e vetë, se unë jam punëtor, unë e kam punu dhe është bon kjo që e shifni, unë e kam punu edhe është bon kjo familje e madhe që e shifni, edhe në asë një rast nuk e ka falëmëndëru Zotin, edhe nuk e kam bështet në Zotin. Dhe i thot kale ma edhun en të bide hadhihi ebeda, thot nuk ma merë mendja që kjo ka mu shkatru as njëherë. Aj duke më bështet tash në fuqinë e vetë, duke më bështet në diturin e vetë. Normal është njeriu më mbështet në atë që ka lexu, në atë që ka mësu, në atë që ka vepru, mos të harrojmë se para asaj duhet më mbështet në fuqinë Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, në këtë sure ose këto ajeta, secili ajet jep përgjigjen ajetit tjetër. Thot në ajetin 36 Allahu fuqiplot: "Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatun", dhe nuk mendoj që dita e fundit ka ardhur, "wala in ruditta ila rabbi", edhe pse do njëherë
ka nevojë njeriu të kthehet te Allahu subhanahu wa taala, la ajidanna khayran minhuma munqalaba. Tash ki që është fukara, ki besimtari, thot ndoshta do të vjen një ditë që unë e këta të mira që ti sot i ke në këtë botë, unë Allahu fëgjibilo do të mjep në botën e ardhshme. Ne kemi njerëz në botë që asgjë s'kan nga kjo botë. Mirë pa ata asnjëherë nuk e humbin dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke menduar se Allahu dhe lëshanë ka më i çunë në xhennet dhe ka më ia dhënë të gjitha të mirat. A shumë kemi për këtyre njerëzve. Edhe fatkeqësisht kemi për njerëzve që mundohen shumë për këtë botë, ama asesi nuk mundohen për botën e ardhshme. Ki shumë ka humb, shumë ka dështu. Unë e di se je knatë 60 vjetë, 70 vjetë, 80 vjetë, po edhe 100, ama shumë pak janë në krahasim me botën e ardhshme, që janë shumë më e mirë, jo shumë më e mirë, hiper më e mirë, nuk krahasohet me këtë botë. A krahasohet xheneti me këtë botë? Krejt botën me marrë me njënë, veç një pemë në xhenet o pasha Allahun me 1000 herë më e mirë. Atje s'ka nervos, atje s'ka zili, atje s'ka luft, atje s'ka me mendu keq. Mirë po këta që i përmenda të gjitha i kemi këtu. Zoti edhe ti ka dhënë të mirat edhe ti prap mendon keq. Prap vepron keq. Edhe mundohesh krejt pasurinë e njerëzve që i kanë xhep me të bu. Ju dini në botë sa njerëzit i kanë parët në banka, atjerë vdesin për bukë. I gabimo me vdesin për bukë se Allah se cëllit e ka shkrujt rëskëm. Mirë për në atë aspekt nuk i kanë të mirat që duhet mi pas. Nuk i posedojnë gjërat elementare që duhet mi pas njerëzit. Turp. Në të gjithë kur kemi lexu dhe kur na kanë mësuar simtarët për luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, si tash në kohën tonë që kanë qenë luftra pak më të rrezikshme me më shumë vdekje, jemi habit se si ka mundësi me ndodh. Shembull me vdek 20, 30, 50 milion. Edhe duke menduar se shkolla ka më në përparu, edhe sa më shumë me mësues, këtë në rregull, po s'po ndodh. Kur ka njerëzit detyrima shumë? Tash apo para 100 vjetëve? Jam i sigurt se tash. E po kur është padrejësia më e madhe? Tash apo para tash? Allahu dhe lëshanën për dy njerëzve, po na tregon se mos u mbor me të mirat që i ke, se me një herë i humb. Po dha i tjetër që s'ka asgjë. Ai mburret me Allahun subhanahu wa taala. Ai mburret me namazin e vet. Ai mburret me atë që e posedon. Në realisht asgjë nuk ka. Të ndërshëm vëllazër, wala in rudita ila rabbi, ki pari që ki ka shumë pasuri, ki e kundërshton edhe ditën e gjykimit. Sa i mendon se gjithë shka është në brenda ati kopshtit, atë që bukur e ka pas. Edhe nuk mendon se ka përfundim kjo botë dhe ringjalli. Thot në ajetin 37, Allahu subhanahu wa taala qala lahu sahibuhu. Pastaj kif që ka qenë skamnor dhe fukara, mirë po besimtar, i thot ati që ka dhe është pa besimtar, wa huwa yuhawirhu, duke këshillu, duke i fol fjalë të mira, e keferte billadhi khalaqak, ati po e mohon atë të cilin të ka krijuar, min turabin, nga lloçi, nga balta, nga toka, sepse rajnt njerëzimi i ka nga toka, nga lloçi. Nëse pak analizojmë ne atë kryelartësinë tonë, atë mburjen tonë, ato gabimet e tona, pak nëse analizojmë prej nga që kemi kriju, ne do të kishim ullë kokën. Do të kishim ngrit kokën ku duhet. Mirë pa jo kësë duhet. E tash Allah subhanahu wa taala
nëpërmjet dy njerëzve, njëri besimtar dhe njëri pa besimtar, po na tregon se edhe ta si duhet të kemi raportet ndërmjet vetë. Min nutfatin, Allahu Đeleshanu fillimisht baza e njerëzimit nga lloçi, nga balta, e pastaj thot ju krijova nga një pikë uji, thumma sawwaka rajula, e pastaj ti u bën e burr. Në këtë rast i flet atij pa besimtarit. A të gjithve na bën me dije se nga çka jemi krijuar. Të ndërshëm vëzër, lakin hu Allah Rabbi, mirë po tash ki besimtari thot po e vërteta se Allahu Đeleshanu është Zoti im, unë s'kam asgjë, mirë po Allahu Đeleshanu nëse ka dëshiru unë t'jem këtë gjendje, unë do të respektoj urdhin Allahu Đeleshanu edhe kam respektu dëshirën Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala ushrik bi Rabbi ahada, edhe në asë një rast nuk do t'i boj shirk, nuk kam i bërë të kri Allahu subhanahu wa ta'ala. Në asë një rast nuk do të them edhe Zoti e bën edhe unë e bëj. Në asë një rast nuk do të them edhe Zoti është i fort edhe unë jam i fort. Në asë një rast nuk do të them edhe Zoti din, mirë po edhe unë e di. Po, edhe ne dim, mirë po ne kemi dituri shumë të vogël. Sa do të di njeriu, prapa asgjë nuk di. Sa do të dim ne, diçka prap nuk dim. Lexon, ai tjetri shembull din diçka që ti nuk e di. Allahu Đeleshanu të gjithë diturinë që e kemi tash në kokat tona, Allahu e din. Edhe ajo që do të ndodh pas 100 viteve, Allahu e din. Edhe deri në ditën e gjykimit, edhe si do të ringjallemi, gjithë çka din. E kjo nëse ne mendojmë, se jo ne si musliman, ka njerëz që mendojnë dhe na shkolojnë Zotin, është shirka. Shirk sepse përzihesh në punë të Zotit që realisht nuk ke mundësi, dhe ju si njerëz jemi shumë dobët përzihemi atje ku Allahu Đeleshanu ka ingerencë absolute. Ajeti 39, walaula idh dakhalt jannataka, me qenë se në kopshtin tënd kishe thonë ti, tash ki besimtarit drejtohet atij pa besimtarit. Po pse ti kur e sheh këtë mirë që Allahu Đeleshanu ta ka dhënë, nuk thuaj masha Allah. Duhet me thonë masha Allah. La quwwata illa billah. Nuk ka forcë më të madhe se forca Allahu subhanahu wa taala. In tarani ana aqallu minka malan wa walada. Por ti më shef mua se unë jam fukara, edhe jam më i dobët në aspektin familjar. Ti do më thonë këtë çështje e shef, a nuk mbështetesh në fuqinë Allahu subhanahu wa taala kur e shef këtë mirë që Allahu Đeleshanu ta ka dhënë. Të ndërsa vëllezër, pastaj thot Allahu në ajetin 40, fa asa rabbi an yu'tiyani khayran, ndoshta Allahu subhanahu wa taala dhe mua do të më jep të mira, min jannataka wa yursil alayha husbanan. Ndoshta do një herë Allahu Đeleshanu ta ka dhënë të mirën, mirë po musahabit, se Allahu Đeleshanu çat mirë që ta ka dhënë edhe ta merr, e shkatron. Si e shkatron? Po e dërgon vëtëtimën, e dërgon breshërin, e dërgon shiun e tepërt, fetusbiha saidan zalqa, edhe qatë kopshti që e ke, edhe mburësh me fuqin tënde, mburësh me diturin tënde, Allahu Đeleshanu e tha. O yusbiha ma'uha gawra, ose qatë lumë që rjeth në mes të kopshtin tënd, Allahu subhanahu wa taala e tha. Edhe normale të shpema dhe perimja
edhe asë gjanë nuk bëhet pa ujë. Wa uhita bi thamarihi, edhe i shkatron fritet, fa asbaha yuqallibu kaffayhi, edhe ki që lavdrohesh dhe ishtë jo besimtar, fillon duart. E ke pa njeriu kulon zor dhe njerë, kështu bën. Kështu Allahu do lëshon të tregon, thot yuqallibu kaffayhi, kështu i bën duart. Ala ma anfaqa fiha wa khawiyatun, se shumë ka investuar në kopshtin, në ato di kopshtet, edhe atë e shef duke u rënuar, duke u shkatruar, ala urushiha, ishte bërë, thot rafsh për toke. Gjithë qka që është rrit, pa prit mas bëhet rafsh për toke. Gjithë qka shkatruat. Wa yaqulu ya lejteni lem ushrik bi rabbi ahada. E pastaj i bjen pishman. Thot, mos t'i kisha bon shirk, mos t'i kisha gabu ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajeti 43, Allahu xhaleshanu thot, walam takun lahu fi'atun, mirë po kish dhe vet, nuk kish xhamat, nuk kish as kënd me vete, yansurunehu min dunillah, që ta ndihmonte atë ditë kur i ndodhej problem. Wa ma kana muntasira, edhe në asnjë rast nuk fitoi. Por çka? Humbi. Huna leke el walaya lillahi al-haq. Do me thonë, këtu është argumente se fuqia është vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu është një i vetmi dhe i pashoq. Thumma ruddu ila Allahi maulahum al-haq. Edhe ne si njerëz e kemi për obligim të kthehemi te Allahu subhanahu wa taala, sepse ai vetmi është hak. Huwa khairun thawaban wa khairu uqba, sepse kjo është më e mira për ne edhe është përfundimi më i mirë. Të ndërshëm vëllezër, por në fund, çdo gjë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala mund sprovohemi nga ajo, qoftë e mira apo e keqe. Në këtë rast, ki që ishte pabesimtar u sprovua me të mirën, duke mos u mbështetur në Allahun subhanahu wa taala, duke menduar se vetë ka bën edhe vetë ka arrit qëllimin në këtë botë. Jo, askush prej neve nuk mundet me arrit qëllimin për më kënaqur këtë botë pa u mbështetur në fuqin absolute të Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.